Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në qarkun Shkodër, Kliti Hoti, vizitoi sot një shtyp shkronjë, një nga institucionet më të vjetra dhe më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të qytetit. Gjatë vizitës, ai u njoh nga afër me punën dhe sfidat e këtij institucioni, fal mikpritjes së Gjon Serreqi, trashëgimtare që prej dekadash ruan me përkushtim këtë vlerë kombëtare. Në vitin 1970, Shkodra ka pas 18 shtypshkronja. Pra të regën kusha Shkodra, djepi kulturës, djepi dijes, kja Shkodra në fundit, i kja Shkodra. Edhe në qose ti këtë Shkodrë nuk e suportën të ato pjesë e veta më të forta, që në fundit i të bëjmë nërshim nëse Shkodranë. Unë mendoj që është vlerë për Shkodrën, edhe vlerë për shoqërinë, jo për Shkodrën, vlerë për shoqërinë që i ka shtyp shkroj, ose i ka kategori biznesit me pas një trajtim më të veçantë. Sepse ne dinë çfarë është libri. Unë nuk kam thënë vetëm për librin e shkruar, edhe për librin digital, sepse ti ke me kalu se bëj step. Gjatë takimit u diskutuan sfidat që përjetojnë sot shtypshkronjat në vend, nga mungesa e investimeve në teknologji tek rënja e interesit për librin dhe mbështetja e dobët institucionale. Ne kena të nevojshme që këto njerëz, fëmijët e mi, me u kulturu, me kanë krenar që janë shqiptar. A thatë me këtë dinjitetin. Edhe ne kena shumë të nevojshme investu sepse kena dërim për fëmijët tonë. E kena dërim për fëmijët tonë që me kuptu prej ardhin, pra ku kena kanë ne. Në fund të vizitës, kandidati Hoti theksoi se Shkodra, dikur zemra e kulturës dhe dijes shqiptare, është lënë qëllimisht në harres nga politika e sotme. Ai premtoi se me Partinë Demokratike në qeveri, qyteti do të rikthehet si një qendër e fuqishme kulturore, arsimore dhe mediatike, ashtu siç e meriton.